Ushqimet që konsumojmë sot, sa të shëndetshme janë, mendoni, duke parë që hera herë zvihen pesticide? Absolutisht nuk janë të shëndetshme. Por kundra zëvele duhet me pas shumë kujdes, se me çfarë po ngjojmë. U ka ai mishi pulës, speci nga Kroacia që u kthyn, domatja. Tash i duli edhe lule shtrydhe. E çfarë besojmë tash për shembull që të ushqimet? Po janë të pa sigurta, kjo është më e rëndësishme. Ke frikë domethënë ti ha sepse çfarë po dëgjojmë tani. Fare gjëra të shëndetshme se na ka çuar spital. Një çfarë janë. Nuk janë as pak të shëndetshme. Tani dihet ajo që ushqimet janë shumë që edhe nuk i zgjedh dot si do. Për shembull, ishim te lule shtrydhet, i konsumonim shumë edhe për fëmijët, edhe gjithë qef. Pastaj dëgjuam që edhe ato ishin tamam si frut. Me fjalë shumë ushqime janë të dyshimta, domethënë nuk jemi të kënaqur. Megjithatë, neve si familje i zgjedhim pak, por në përgjithësi neve përdorim frutat e stinës, se themi që janë të mira. Po edhe një herë mandarinat i ndaluan fare sepse i pam që edhe ato ishin të mira. Edhe portokallet tani që ne i hanim shumë prap, kur bëri pazari nusja me çun i thanë se ishin të mira. Lule shtrydhet ta kanë të njëjtën shije si dikur apo jo? Ja, absolutisht. Ja, po le atë po doli edhe me pesticid. Ja, unë nuk i përdor fare. Jo, Edhe ato. jo. Shanë edhe ato nuk janë me probleme. Aq më tepër që kthyen dhe gjithë ato tonë me lule shtrydhe. Frikën e kanë futur në popull, kupton apo? Erdhën nga Greqia me pesticide, duhet i kontrollojnë. Unë as du t'i përdor fare. As du t'i përdor. Bile mi ble burri lule shtrydhet për bebat, për një nipë një mbes që tha mos mi sjell në shtëpi. Nuk marr fare. Jo, ja dhe kivit që morëm mbrëm, si ishin fare, i kishin atë kërcellin e trash, nuk e di se si, tham, nuk po dim se çfarë po ham. Ju zakonisht ku bëni pazaret, si kontrolloni po themi fruta perimet që blini, sa të shëndetshme ose jo janë? A keni ndoshta një diçka që për t'i pastruar ose nuk e di për t'i kontrolluar? Absolutisht jo, po më shumë marr tek to që shesin që vjen nga privat, shtëpisë. Besoj se ushqimet janë tem në për fshatra, janë më bio, ata që i prodhojnë vetë. Ndërsa ushqimet që vijnë janë gjitha të pa kontrolluara. Te bolli zgjedhim, i lajm sa të shkojmë në shtëpi, si fos frigorifer pa i lë. Asnjëherë, po prap se s'prap nuk janë të shijshme. Ja mollët për shembull, po ti blesh, nga jashtë duken të mira, po ti lesh 2-3 ditë, ata kalbzohen, edhe shihen se kanë. Përpara kur mash një mollë vitera ke shtëpis mollë. Tani edhe ark me mollë me maj shtëpis s'ka erë fare. I pastrojmë çik sot me to, se çka kanë brenda. Kudo që shikojmë të bukura, të mira, kanë një paraqitje të mirë, po ato që kanë paraqitje më të mirë nuk janë dhe shumë të mira. Ju, kur bëni vetë pazaret, kë po themi frut perim apo ushqim keni më me shumë merak kur e blini? Po në përgjithësi janë të gjitha të pa kontrolluara, të gjitha kanë hormone, nga ato që dëgjojmë. Mundohemi të marrim ato nga ato plakat që janë të fshehura nëpër cepa që i kanë prodhuar nëpër ato kopshtet e vogla. Për t'i pastruar mjafton t'i futesh në ujë me bikarbonat. Po çaj dallojmë ato s'kan asnjë ndryshim nga ato me pesticide, njësoja. I marrim dorë të Zotit jemi. Të gjitha qumshtin, fruta perime, bylmetrat, duken që janë formalisht po shije po gjë, spinaci komplet është si nxirr komplet nga pesticidet që ka.